Si dy vendet pararojnë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria dhe Malizi janë të fokusuara tek përmbushja e kushteve të lëna nga Brukseli. Kështu shpreh ministri i jashtëm Ferit Hoxha, teksa krah homologut e tij Malazez Ervin Ibrahimović, theksoi se dy vendet kanë të gjitha kapacitetet e duhura për të arritur standardet europiane. Shqipëria dhe Malizi konsiderohen sot nga të tjerët si vende pararojë në procesin e zgjerimit, një proces i bazuar në merit, ku matësi kryesor është ecuria konkrete dhe cilësia e reformave të marra. Për Shqipërinë, përparimi në rrugën drejt Bashkimit Evropian vlerësohet mbi bazën e rezultateve të prekshme, për kushtimit të qëndrueshëm dhe aftësisë për të përmbushur standardet dhe detyrimet që rezultojnë nga procesi në cilin jemi angazhuar për të ardhmen tonë evropiane. Për krye diplomatin Ibrahimović, Shqipëria dhe Malizi janë shembull i bashkëpunimit në rajon. Objektivi ynë është antarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2028. Jemi të inkurajuar nga mbështetja e shteteve anëtare për të arritur këtë objektiv. Malizi mbështet fuqimisht integrimin e të gjithë Ballkanit Perëndimor. Është domethënëse që Malizi dhe Shqipëria janë aktive në negociata. Dy vendet tona do të vijojnë të tregojnë shembullin e përgjegjshmërisë dhe bashkëpunimit në rajon. Ndryshe nga vendi ynë, Malizi tashmë ka avancuar më tej në procesin e antarësimit. Fqinjet Ballkanas fituan statusin e vendit kandidat në dhjetor të vitit 2010, ndërsa negociatat u hapën më 29 qershor 2012. Deri në mars të vitit 2026, Malizi hapi të gjithë kapitujt negociues dhe 14 prej tyre janë mbyllur tashmë.